Rozana dhe Egli përplasen ashpër në një debat që duket se po tensionohet gjithnjë e më shumë. Rozana, e nervozuar nga sjellja e Eglit, nuk përmbahet dhe i drejtohet me tone të ashpra. Egli, ti nuk je në rregull fare. Nuk mund ta besoj se si po sillesh, thot ajo me nervozizëm, duke e parë drejt në sy Egli, e cila nuk është e prirur të pranojë akuza të tilla, mban një qëndrim mbrojtës dhe e shikon Rozanën me një shprehje të ngrirë. Pse? Sepse nuk jam më budallaçka që përdore nga gjesti. A është kjo ajo që të shqetëson? Ja kthen ajo me një ton ironik. Rozana tund kokën me shgënjim dhe ngrit zërin. Jo, më shqetëson fakti që ti lejon të përdorin, pastaj vjen e më sulmon mua. Ai të shfrytëzoi për lojën e tij dhe tani ke kurajon të më sulmosh mua sikur të kem faj unë? Egli buzëqesh me nervozizëm, duke e ndjerë se kjo bisedë po ja caron gjithnjë e më shumë nervat. Unë u përdora? Unë? Rozana, e di çfarë? Mbase në atë kohë nuk e kuptoja, por tani shoh qartë. Dhe po, e di që gjesti më ka përdorur, por të paktën e kuptova. Ndërsa ti je ende këtu duke u marrë me të njëjtin person, duke bërë të njëjtat gabime. Rozana nuk mund ta besojë arrogancën e Eglit dhe shtrëngon në fullat. Mos guxo të më flasësh mua ashtu. Unë të kam mbështetur gjithmonë, isha unë ajo që të thosha të hapje sytë, dhe tani vjen e më kthen mua kundër? Të ka mësuar mirë gjesti, apo jo? Egli qesh me ironi dhe shtrëngon krahët mbi gjoks. Mbase po, mbase jo. Por një gjë e di me siguri, unë nuk jam më ajo Egli që e përdor të gjesti dhe që i beson të verbërisht njerëzve si ty. Tensioni midis tyre arrin kulmin dhe për një moment dhoma mbushet me heshtje të rëndë. Rozana mërmërit diçka në zë dhe largohet me hapa të shpejt, duke lënë pas një Egli të zemëruar, por edhe të kënaqur që kishte thënë atë që mendonte. Por a është ky fundi i marrëdhënies së tyre, apo thjesht një tjetër përplasje që do të sjellë edhe më shumë dramë?